jeta e izolume, jeta që bëhet për shkaqe të ndryshme, e izolume prej rrethit të jashtëm, e ndame prej partnerëve, është goxha vështirë me përballu në aspektin seksual. Kur e dim që seksi është nevoja e tretë, pas gjumit dhe ushqimit vjen seksi si nevojë. Dhe nëse nuk përmbushet për një kohë gjatë, është e natyrshme që manifestohet në forma ndryshme. Ka persona që janë më dhënë në seksi, kanë nevoja më të shumta për me pas marrëdhënie seksuale, duke qenë të izoluar e ka të pamundshme ato. Persona që janë në përburgje për shembull, dhe kanë goxha të vështirë, po e kanë një mundësi pak më tjetër se aty nuk përzihen sekset mes vete. Dhe zakonisht i plotësojnë nevoja seksuale me marrëdhënie seksuale solo, me vetveten, masturbojnë ose fantazojnë se kanë forma tjera që e shprehin në një farë mënyre ose lirohen nga ajo ngarkesa ose nevoja për me pas një orgazm. Formatet e kohëve të fundit që po organizohen në format e Big Brotherit, edhe pse personalisht nuk i përcjell shumë, lënë shumë për të menduar edhe në aspektin seksual, çka ndodhet mes tyre. Duke qenë izolum, edhe duke qenë bashk, të izolum prej botës tjetër, të ndan prej partnerëve, të privum prej marrëdhënieve seksuale, duke jetu bashk njëri me tjetrin, është shumë vështirë me e kontrollue epshet. Njerëzit kanë nivel të ndryshëm të epsheve seksuale. Jo të gjithë e shprehin njëjtë, ose jo të gjithë durojnë, ose i mbajnë të kontrolluar epshet që i kanë. Këto formate që po qarkullojnë kohëve të fundit, të llojit të Big Brother, është evidente që aty njerëzit kalojnë 24 orë bashk, flejnë në një dhomë, i ndajnë hapësinat e përbashkëta mes veti. Dhe duke qenë që mundësit i kanë me bisedu, kanë mundësit me ofru njëri tjetrin, mundësia me u prek. Prekja bëhet përmes lëkurës, lëkura është organi seksual më i madh i njeriut. Dhe çdo prekje shkakton eksitim dhe shkakton frustrim. Është vështirë me saktu kufinin deri kur është veç prekje, edhe deri kur po kalon në ngacmim, pastaj nëse nuk kthehet në përgjigje prej personit i cili preket. Dhe duke qenë aty, jam i bindur që e kanë goxha problem me i kontrollu epshet dhe ato që ekspozohen pra publikut, bisedat që ata i bojnë mes veti, sidomos në momentet kur janë para kamerave, e reflektojnë edhe atë gjendje tyne shpirtërore, edhe atë mungesë seksi, ose aty ata munden me zhvillue simpati të ndryshme, tërheqje seksuale. Tërheqja seksuale është shumë e shpesht kur ki kontakt vazhdueshëm me dikon. Ndryshe është jashtë kur e sheh dikon 1 minutë 2 ose largohesh, ndryshe është kur 24 orë. Dhe aty zhvillohen tërheqje seksuale që pastaj është vështirë me i menaxhu ose vështirë me i kontrollu. Nëse mbetet në nivel tërheqjes, pa kalu tutje në angazhim seksual, atëherë frustrimi është shumë më i madh. Dëshira për me u tregue, kur aty është konkurrencë, është numri i caktuar i njerëzve të seksit mashkull dhe numri i caktuar i personave të seksit femën. Nevoja për me u tregue ma i guximshëm, nevoja për me shpreh ato që po e ndjen ose me tregu tërheqje seksuale i bën ata konkurrent. Duke qenë pak në një ambient kufizuar, edhe në hapësim kufizuar, bëhen konkurrent mes veti që nuk zgjedhin mjet e pastaj cili më mri atë personin që e dëshiron ose ndaj cilit ka tërheqje. Dhe rrjedhimisht ato konfliktet që ndodhen, shumicën e kohës, nëse analizohen mirë, e kanë bazën ose te nevoja e ritheksimit se po ndjen ka tërheqje seksuale, ose nevoja e daljes në sheh ose e mujtjes konkurrentëve lidhur me një person ndaj cilit ka filluar me zhvillu simpati ose tërheqje seksuale.